Ajo të rëbuj. Ajo ka qenë surprizë e jotja. Po kërë po të Kush ishte? Do ta bënte si s'bën. Kush? Jo, Gimbo. Do ta bënte si s'bën. Nuk e doja, nuk e mendova tani. Na dhe këngë tash. S'kishte si gjë. Po bëhet tamam. Mos ma bëj më me të futbol. Po t'ja bëjtë Gimbos. Kur ti dali jashtë të provit apo? Gimbos kur mos ketë nevojë më për të. Okej. Është çështje nevoje. Ti do ta kuptosh që ajo për ty sot nuk ka nevojën që ka pasur këtu ndër parë. Por dhe në këtë moment ajo ka marrë një sinjal të fortë sot. Që unë këtu nuk jam vetëm. Unë këtu nuk jam vetëm. Më kanë thënë që ditën e parë që ti nuk ke aleancë me asnjë mash, me asnjë çun. Asnjë çun. Asnjë burr. Ke vetëm me gocat. Unë sot jam trimi mirë me shok shumë. Ja kush ishte Alesio. Ja tregova me Alesio. E di çka kam bërë unë për ta bërë sfidën Alesio. Se isha minorancë, o valla. Ata thoshin Gimbo, unë thosha kur, unë pris sfidën e pris tani. Shiko, po unë nuk jam aty. Ti nuk thash për ty. Po më ç'ke? Dua ta them. Po mi më pse dal nesër i shëmtuar. Pse dal nesër kisha pastar. Pse dal nesër gënjeshtar. Pse dal nesër thojza. Çuna mos e merrni kështu thash sepse unë e kisha për ditë. Unë mund të dal. Po thash Alesio, atë thash emrin tat unë. S'ka gale fare. Mos ta thash emrin tat. Ama si njeri preket. Por njeriu preket. Edhe të jap të drejtë. Total, edhe se kam problem ta them me zotlar. Nuk jam në atë pozicion, nuk jam dot në atë pozicion, nuk ja lejoj vetes, sepse këtu e di se ku jam, pa ama të drejtë jam. Tani, unë... Rasti është shfrytzuar. Shite, iku kjo. Tani, unë nuk doja të dilja nga shtëpi nga i krimbi zi. E di pse? Se ai është shpirtzi, është i poshtër. Ai prandaj futi atje dhe unë të fus, unë të qes. Unë të fus, nuk ka rëndësi, po flas për këtë një. Mësoj më, kemi thënë. Po unë nuk hyj dhe dal nga kjo shtëpi se më komandon Kristi. Unë hyj dhe dal nga kjo shtëpi se ti e ke në dorë me fut, po unë e kam dorë vetë me dal. Dhe me kë dal me Alesion. Nuk dal me Kristin, thot po, tani dil. E kuptove? Kështu që unë prandaj zgjodha Alesion dhe ata ishin kundra. Edhe ti çam bëmi Selin. Tham mu, zgjidhe ti pra, se e zgjedh ti. A zgjedh unë thashun? Po, unë do zgjedh Alesin. Jo Alesin thamu, se Alesi ishte kundra. Ishte kundra i thashun, se s'donte, pa fol me Alesin, se s'donte Kristi. Po tani tha, si do jetë? Tani do jetë se e kërkoj unë thashun. Tani e kërkoj unë, gjë. Mirë tha mu, bëhet ti pra mu, dhe hajta shohim se daj bosh apo. Okej, thashun. Zgjodhëm Alesin, se zgjodhëm Alesin përse me dhumë, e kupton? Se s'kisha vota unë. Votat ishin 3-3. Gjim 6 veta. Ku ishte me ty, Livia? Livia? Edhe Livia ishte qik në dushim. Po Livia qa lloj është? Bëna, s'bëna. Ditë logjikoja. Po. Po, i hyni Selinit djenë. Vetëm në thojza luajna. I hyni Selinit djenë. Ditë jetoja. Edhe në fund ditës tha, e di unë marrëdhënie që kam me Briken dhe ju nuk patët ti të paktën nuk kërkove, po t'isha në vendin tënd, nëse një shoqe që do kisha këtu brenda, faleminderit Alesia. Do e kishte bërë atë, e vetmja gjë që do kisha kërkuar do ishte ta ulja edhe t'i thoja ku i ke parë ti këto 2-3 gjëra? Po të ishe ti në vendin tim, apo? Po të ishe ti në vendin tim, apo? Po të ishe ti në vendin tim, apo? Po të ishe ti në vendin tim. Kështu? Edhe unë po të isha në vendin të nuk isha fut me i qift. A kupton, të kam bërë edhe. Po ti, fajt për shpejtër si ajo është pria e vjetës të popullit. Me i vrimi bje fjollit. Po ndrojë o Brikena, kape, pisedën o Brikena. Se po e nëzirë vetën që nuk ditë këthesh një përgjigje më shmende. Qofë se ka njëri që më nëzirë nga vetja më beso, më shumë se da gjithë njërës djetishë nuk më këthejnë një përgjigje. Nuk më këthejnë një përgjigje. Po lërë me ftyrën time e kam për veta. E kam për vete. Gjëra që kam bërë, do veprimi baj vetë, me ty, vazhdo mirë me ata tri, cilasht ata tri ti hajtë Nuk di drejshit a hajtë të thesh një përgjigje. Një përgjigje nuk di. Të bëra të thash. Ajo goca aty që ti thoja e ke shoqe, pasi bari prajmi, mirë nga anë e saj. Po ti, që ishe e lënduara e kësaj, e prera në bes, nuk e more atë gocën ta ule dhe ti thoje. Pse s'mi dhe mua këto 2-3 gjëra, ne kemi që shoqe? Se kur ti e quan ti kë shoqe, po jo vetëm shoqe që se pas ke pasur, po nuk pas ka interesuar ndonjëri bie. Kjo tregon që nuk je e vërtet. Ka që thjesht e gjithë historia, formo.